edicionit të mëdha. Është turner FIP Bronz, të më thoni turner ndërkombëtar, ku bëhet zbashkur federata me FIP International. Kanë jonë 4 ekipe që jonën prej 25 shtete, jonën 4 ekipe mashkull, 11 ekipe femra. Dhe më thonë, kjo është njëni për ndërkombëtar turnerat që jonë që jonë disa shkalla, kjo është bronzi. Dhe më thonë, tash 25 shtetin e nga kanë thirrë në shtete, kanë menu që ende është luftë në Kosovë, a është sigurt më arë këtu, që se njojnë Kosovën, dhe më thonë, kanë arë prapë. Besoj që ky turner e ka bo që që kina qitë edhe Kosovën në hartë padelit. Dhe më thonë 25 shtete me ardhe me folë për padelin, me folë për Kosovën, që si është Kosova, sa është e zhvillu me sporti, si është e zhvillu këtë shojnë këta bjenë këto të gjithat, gjëmëral që është një shumë pozitive për neve. Si kom. Padeli ka qenë një nga kontributës e projekte që kemi mundu bashkë me Federatën e Kosovës, me botëm me njoft njerë këtu të na, me mujt me praktiku, me rritë komunitetin, dhe sigurisht kur i bojnë aktivitetet dhe sidomos sot që jemi për mas një kohë kaq të shkurt me organizu një turnir ndërkombëtar zyrtar nga Federata Ndërkombëtare e Padelit në Kosovë, atëherë sigurisht që nuk mund të mungojsh të kem edhe prezencën time.